Këtë martë është zhvilluar provimi I fundit të maturës shtetërore, ai lëndës me zgjedhje. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar në Shkodër, Brisele Kadia, tha se është provim që përcakton nëse nxënësi kap lëndën që ka përzgjedhur për universitet. Sipas saj, ky është provim I vështirë në menaxhim, por nuk ka pasur problematika. Në fakt është një ndër provimet që nuk duhet t'i shtoj rëndësinë më të madhe njërit se tjetrit, siç e kam theksuar, por që ka një peshë goxha të madhe dhe sigurisht edhe përgjegjësia, por edhe ngarkesa, qoftë për organizimin, po qoftë edhe për nxënësit që I nënshtrohen provimit është pak më e madhe. Për vetë faktin se është një provim që e përcakton pak a shumë nëse secili nga nxënësit e ka atë lëndë universitetit që ka përzgjedhur për të ndjekur studimet e larta. Është në fakt provimi më I vështirë në menaxhim, pasi brenda një ambienti mund të kemi përzgjedhje të lëndëve të ndryshme që nxënësit I kanë bërë në lëndën me zgjedhje, por nuk është një praktike vështirë. Mund të them që procesi I maturës shtetërore 2025 si praktike konsoliduar tashmë nuk ka problematika. Kemi qenë shumë korrekt në organizimin e procesit, aktorët e përfshirë kanë qenë shumë korrekt me përgjegjësitë të drejtat dhe detyrimet e tyre dhe deri tani në fakt kemi qoftë një feedback të kënaqshëm nga nxënësit dhe shkollat, po sigurisht edhe nga vetë komuniteti I gjerë për mënyrën e organizimit të provimit. Jemi në të njëjtën situatë, siç edhe në provimet e tjera, të parashikuar për të marrë pjesë janë mbi 1430 maturantë. Provimi me zgjedhje në fakt është edhe provim pak më specifik për faktin që është një prag filtrues për ato që duan të vazhdojnë universitetin dhe është lënda që mund ta japi provim edhe dikush tjetër që e ka marrë ose e ka mbyll ciklin e maturës koma përpara. Jemi në të njëjtat rezultate me angazhimin e burimeve njerëzore, mbi 140 mësues përgjegjës në këto 6 qendra të provimit, 6 qendra në të cilat janë miksuar shkollat që janë të përfshira, kemi gjitha institucionet arsimore të mesme që I nënshtrohen provimit, shtetërore, private dhe profesionale.